varri i muslimanit. Musliman që ta keni bërç me ngu, me mësu edhe me varrost vdekurit ju që shdohet. Babën, nanën, vllahun, motrën, ja keni bërç me i varrost që shdohet. Unë ju mënu sa komujt me pasqyru për juve një formë qartë dhe varrimit. Edhe ju mënu me ba formën e varrit, por me kuptu ma let. Te na, shqiptarët krejt, e bajmë varën drejt këtu poshtë, krejt drejt. Edhe lëshojna gjenazën qështo në shpinë. Edhe të një thojnë, shtinja pak do dhej që tu sa me këthy pak ka kibla. Që kjo është problemi që po du me sqaru. Nuk do të mu këthy pak ka kibla, po do të mu këthy i tëri ka kibla, musliman. Tash, por me kanë e qartë. Kjo është kibla. Varri do të me kanë i këthym kështu ka kibla. I vdekuri, këtu është koka, këtu është krahi djathtë. Kamt, qysh me vepru tash, por me mujt me këthy mirë të vdekurin, me ftyrë ka kibla, musliman, varrit do të mi u ba, apshe që është ba rafsh dhe këtu, tani do të mi u ba një vrime t'il, sa është gjenazja e gatë edhe sa është e gjërë, por afërsisht. I thuhet laht arabisht. Ka thonë Muhamedi a.s. kjo formë e varrimit me këtë vrimun kështu është për neve. E kjo tjetra, kjo është për ata tjertë, nuk është për neve. Qysh me vepru, e lëshan gjenazën kështu, tani, qysh është gjenazja? Koka këtu, krahe i djathtë këtu, kamt kështu. Vetëm e lëshojnë a gjenazën, shif? E lëshojnë a gjenazën mrena, edhe kthehet me ftyrë ka kibla. E ki qartë, duhet me pas kujdes, lidhëset duhet me lanë ka krahu i majtë, për me pas mundësimi zgjidh. Pasi që te kena shti gjenazën në vend. Edhe kështu është kthy gjenazja me ftyrë ka kibla. Si kur i smuti o musliman, i smuti nëse këtu është koka, edhe dënë mu falë, atëre kthehet me ftyrë ka kibla, edhe falet për srati, nëse është smut edhe së nqohet. Ashtu edhe i vdekuri, vendoset me ftyrë ka kibla. Do me thanë, lëshohet në këtë vendin këtu, i zgjidhen lidhëset edhe të një mbulohet. Qka me mbulu? Ban me mbulu me tulla, ban me mbulu edhe me ploqat cementit nëse ka nevoj, ban me vazhdu edhe me drasa që shenjohëm na muslimante vendet tona. Do ma nuk ka problem, kjo nuk është problem. E rëndësishme është më këthy gjenazja me ftyrë ka kibla. Edhe njëherë, qysh me vepru e qelon varën si deri tani qysh e kena qel varën. Vetëm ka ana e kibles e bajmë një thellim të til edhe lëshojna gjenazën qysh e përmena. E qartë? Do ma, këtë thellimi nuk do të me kanë knena, as nuk do të me kanë mes, do të me kanë ka ana e kibles. Edhe një diçka që po kam qef me përmen, në venet arabe, këtë thellimi nuk e bajnë drejt me varë kështu, po e thellojnë ma knena, shkojnë të e thellu, sikur këtë vrimën që e kom bane kështu, shkojnë të e thellu. Do me thanë, deri këtu bëhat rafsh, që ta e qelin ma fella nena. Problemi është të na në venin tonë, nëse e ban një thellim tillë, është rrezik me të shem dhe jo komplet edhe me të zanë përsëri këtë vrimën para se me varroz gjenazën. Po dhe tjetra, në vendet tona shpesh ka raste kur varri tjetër është në gjithë me këta. Do më nëse shkon ti kështu në këtë formën e shtrend më u thellu këtu me dhej, atër hin varrin tjetër. Do më thanë, nëse je dikon në katon, edhe ka ven bal, edhe nuk tu të shqeshemet dhejo, shkon e ban thellimin kështu. Sikur kjo forma këtu që e këmë babëshe, ku po hen, të manë, është ma fella njëna. Po nëse kjo është e vështirë, atëre qysh je, drejt shkan deri në fund, edhe këtu drejt deri në fund, veç shkan të e ba këtë fellimin. Sa me lëshu gjenazën, edhe njerë, qysh është gjenazën në shpinë, vetëm e lëshan këtu. Në ven, i zgjidh to edhe ambulan. E kem bashkë me këthy të vdekurit ton ka kibla, mos e ma nuk e kuptoj pse vetëm jashtin do dhej që to edhe pak i kthejnë ka kibla me demek u kry. Jo, musliman, e kthejnë komplet të vdekurin ka kibla. Unë e di që na shqiptarët si na mësu me një këta. E po nuk më thonë, na shqiptarët nuk jem asë në shkallë me thonë nuk e kena një kor. Na, shumë sana nuk i kena një kor. Po besoj që është e qartë, musliman. E lëshën gjenazën dhe e mbulan edhe i qëtë dhe. E mbulan të në me dhe. Kjo është e tëra, pasi që ja këna zgjidh lidhëset kuptohet. Edhe një diçka po kam qef me përmen. Në vendet tona ka njerë ka vend kur qilet varë del uj, mushet uj ka. Atëre është e pamundshme me ba dhe këtë vrimën këto. Atëre çka bojna? E bajna rraf shysh i bajna gjithë, vetëm se mundohemi me kthy me dhej, me të vërtet ka kibla. Ama jo me lan rrafsh në shpinë.
Po tham, e di që nuk i pëlqen shumë shqiptarëve, po kjo e simbolizon angazhimin ton për fe, domethënë në kokën e shpinës. As lodhemi për këtë punë hiç. Vjen keq që po them kështu. Mirë po, duhet me thënë, dikush do të me dalë me thy aklin. Edhe zakonisht janë ata budallë që shkojnë me thy aklin, edhe njerëzit folin për ta, mirë po unë jeni mësuar pe meje që me thonë dë gjana që kanë nuk keni një. Këtë për fund po thamë musliman. Vetë në imamat, keni me pa që po thamë 90% imamave pajtohen që kjo është forma që do të më varros muslimanët. Kështu që ti mos kundërshta, nëse imamat thonë duhet kështu, ti mos kundërshta. Njëri prej imamave tonë Allahu azza wa jalla shpërbleft e imamov gjithmonë, tha e kom provu me varros babën edhe nanën tam në këtë formë. Domethënë, nëse imam e varros, e provon me varros, e provon musliman se ti se lën, ti nuk e lën. Ti ai që e pengon. Ti ja nis me fol të vorët aty. S'kena pa kur kështu, thotë që na kreti kena pa. Kështu që nëse imamat veprojnë atë juve që të më pasoni, shkoni për mas, që shkoni shumë gjana tjera, shkoni edhe këtu për mas, për shkak se kjo është hajër. Për fund musliman, e vendosni një guri të koka ose të këmbë, zakonisht të koka i vendosin me njoft varrin, i drejtum ka kibla, domethënë xhenazja mbrana është e kthyme me fytyrë ka kibla dhe kjo besoj që mjafton edhe ke qartë me lejen e Allahut azza wa jall. Mu ma bani Allah dhe musliman. Selam aleikum.